Ama diçka të cilën jemi prej shumica e njerëzve është që ndikohemi nga personazhet publike dhe bihemi prej trendeve. Sa ndodh ty kjo nga klientët edhe sa i bim pishman më pas? Unë po flasë për vetën time, nuk jam fare kompleksume, nuk kam asne kompleks në vetën tem, ashtu si që jam edhe dalë, bile sot po ndoket që pak e kom të pru, momentin e fundit jam regullu, 30 minutat e fundit kom vendosë qka me vesh, si mi bo flok, si mi stilu, si me bo make-upin, ma shumë dalë pa make-up se me make-up, edhe pse e kom këtë profesion. Ma shumë fokusunat e klientët e mija, me që e du punën tem shumë, e kom me pasion e bëj. Ma shumë fokusunat e to i rigati atyne, me ndoj se vetës tem. Këta ma kanë thonë edhe klientët, halal qoftë, sa shumë e dëm punën tone, sa shumë na përkushton rëndësi, sa shumë na jep rëndësi. Neve na u ka bu bajat, tu dy, tu pa shminka gjithë det. Apo dhe neve na u ka gërdit, mu ka gërdit edhe mu. E vërtet. Me nëzisperem s'me shku me la ftyrën të ashtë. Nuk kam fare komplekse, kështu si që jam e du vetën, edhe mendoj që gjdo njeri, gjdo femër, sidomos do të më fokusu të bukuria e brendshme. Më fokusu ma shumë, ma mirë me umerë me ditem shembol dhe me reflektu energji pozitive, me menu pozitivisht dhe ajo bukuri, ajo mendim që kemi nga brenda, me na reflektu nga jashtë. Si te, po më qenë. Keshtë të do po vipi maj do se aftë. Seriosisht, a beson, mu ndodhë që ka njerë ndo këtë vetja dhe si mjeke. Shpesh ju shkruj receta klienteve, vitamina, ju shkruj shumë për flok, e vërtet, shembol, nëse flokt tona na bin, ose na thihen, e shot e klientët shembol, se të vetja jam nuk e kam kompleks, nështë i la flokt një muj nuk i ngjërosi, po nështë mrena mujit i ndroj extension 2 herë. Ashtu më vjen, dhe prej si pas intuitës. Ama me ndojnë që është pak e rrezikshme ti me shkrujt receta për klientat? Vitamina. Nuk është as pak e rrezikshme se tashme... Po tash të më dion që ka shkruan, po. Tashme ka 10 vite. Jo, zamër. Tash ka me 10 vite që merrem me këtë profesion dhe... Me cilin profesion, se tash nga konfuzove? Me profesionin... Me... Stiliste flokve apo doktoresh? Make-up artiste, edhe unë kam qenë spore, make-up artiste, kam punu me klipe, me këngëtare, me modele, mes, e kështu. Po nuk është e pazakon që frizerët e grimerët shpesh me lujt psikologën për klientët e tyre? Në vërtet, me lujt psikologën, mjekën, e shumë rolet të tjera, që jemi mësur, ne e kem studiu këtë punë, dhe po folim bazë të klienteve që kanë probleme me flokt. Tash po fokusonat e flokt, shamull nëse një kliente ka flokt e thinje, ajo shamull thot qëfar me përdorën e tash kam eksperiencën prej klienteve të tjera që ka munges hekuri. Shamull i rekomandoj të merë një vitamin që është... E ma ndi që të shojnë ty me shtesa e thoi që shpo mjef ti mu vitamina për flok? Me shtesa mu më shohin, shambull thone nuk flokët e mija, nuk i rriti asë njëherë, gjithë mund i prej. Po gjithë mund kom qef me bo ndryshime për zgjatje. Një par terapie jemi put të bukurit, me sigurin dërim në zirje dhe 5 minuta do të aliroj studion. Ose ka me marrë gjumi. Klientja, nështë ta folëm ma gjërësisht pak për kitimin e flokëve, shembol në bazë të eksperiencës tem, nëse një kliente do t'i marrë në pak si këshilla ku shka nevoj, nëse një person ka problem, shembol, ka flokt e imta, shumë i bin, normal që ajo do t'me ditë që ka munges të hekurit, do t'mi bua analizat. Jo, duhet me ditë, se mundëm me ditë pa i bua analizat. Do t'mi bua analizat dhe pa i dalë njëna prej analizave, shembol, ose ka munges hekuri, ose biotine, ose... Shumë më përqa. Po ma jem një energji të mirë. Doktor hairstylist. Elita, mendimin tim... Do këtë të shoha audiencën të i dërgu mesazhe tash për problemet çfarë do që i kanë, rreth lëkurës, rreth flokëve. Anide, neve gjithë kush mundet me na dhonë diagnoza e terapie, po është gjedhja jona i marrim apo jo. Kështu që është mençuria e klientit, në fundit çka zgjedh me pranu dhe çka jo, nga jo që i rekomandohet nga një frizerk, ose stilist e flokës. Nuk e kam po du me lujt ashtë, abeden, do të kliente që a vinë më të kallëzu, dyqysh ka dalë bre se
Une për një me psikologe nuk jam, adin, rrallë jenë ato kliente, rrallë, në sezon të verës ndodhë ma shumë se vinë prej... Po nuk është e pazakont edhe na bre me marrë diçka prej sugjerimeve të njerëzve. Sa njeri më ka thonë merre filon vitaminën se bon mirë dhe ko marrë, kështu që... Mu më falenderojnë, shumë më falenderojnë, falë se po të ndërprej, vinë më falenderojnë edhe thojnë agoni, qka po na bën, që po na troshën flokët, po na rritën flokët, edhe na i ditë s'kena me orë motë dhe ti me Me siguri është edhe magjia duarve të tua që i regullon flokët. Gjithë qysh se marret, dhe që nuk i du extension, po në Si du për vetën se nuk di dyqysh kur t'lona, kom qef... Po të dyja nuk është dasht me i lonë të njëtën. Shko rjedha në muhabet saloneve. Por, përfundoj ndërim, sepse po duo me izë drejt kronikës. Mendimin tim du me nda në 3 segmente po shumë shkurt. I pari ka të bëj me dalldinë e përgjithshme të vajzave të thjeshta për të dukur perfekt, sigurisht të ndikuara nga televizioni dhe nga rrjetet sociale. Duhet me kuptu një gjë, duhet me nda botën e televizionit dhe të figurave publike nga bota dhe jeta e zakonshme. Nuk ka nevoj me reflektu kaq shumë nga jo që shohim në videoklipe edhe në jetën e përditshme, sepse janë 2 botë të ndryshme. Se është shumë keq edhe shumë e papërshtatshme kur shohim vajza të lyera të ngjyra në pik ditës deri në atë nivel, so ka njerëz di me bo dallimin mos ka ndalë për një skene gjerimit në një videoklipi apo thjesht ka ndalë për me pi kafe. Edhe segmenti 2 ka të bëj me gjykimin e madh që ju bëhet këngëtarëve, figurave publike për ndërhyrjet. Mas pari, kush jemi na me i gjyku ata çka po bojnë e çka s'po bojnë. Jo vetëm fytyrat publike në këtë diskutim du t'i përfshi, po të gjithë. Le të bojnë çka dojnë, le të bojnë për çefin e tyre. Secili njeri i caktojnë limitet e veta deri kur është boll edhe ku është masa për ta. Kështu që stop gjykimeve, paragjykimeve për njerëzit që prekin, që bojnë, që s'di se çka. Është trupi tyre, është vetja tyre, le të bojnë çka dojnë, standardet secili i ndërton për veten në mënyrë individuale. Dhe segmenti i tretë, ku po marrin more pare me e bo bukurinë obsesion, sepse kur bukuria kthehet në obsesion, ka kosto. Unë një për shembull persona, fqika, që e ka shit kerren për me shku me bo trupin. E ka shit arin... E kisha fjallën edhe për trup edhe jo vetëm për një buzës e një molzës. Edhe qka deshta më lidh të ftyrat publike, se qikat e reja, sidomos qikat e reja inspiruan shumë për Instagrameve, TikToka, 80% të ftyrat publike, krejt ato tesha, ato sene, ato diamonds, ato qka i marin dhe i qesin, ato i marin, i ngjesin, i kthejnë. Ato nuk shkojnë 80%, 20% është ato që punojnë fort edhe kanë mundësime i ble. Ato tjerat i marin, i ngjesin, i kthejnë, e bojnë i tag, edhe kur gja kërkujnë. Nuk do me thonë që ti tash pa tjetër dush me bo që mas, me pas një unas, të të masës jam viktima. Diamond si, po. Të të masës jam viktima. Masa është viktima, kurse ftyrat publike 80% i marin për marketing, i marin, i përdorin, i kthejnë. Edhe artistja, nëse ka vesh krejt lëkur, një sen spot, ajo s'ka me vesh kur njet, edhe ajo si vyn, ajo thëtu ne veshi, e kthej, dizajneri e shet ato. Apo kupton, masa, e keq kupton gjithë sen, edhe si të she ato, thot, o, kjo, qyrja diamonds. Është ka humbë sensi i femrës të thjesht e kam fjallën në veshje, se më thash, letë ndërhyjnë, letë bëjnë që ka dojnë nësë ato i kanë kushtet, edhe i kanë mundësit, letë vinë verzionin që ato duan, po ne duam të shohem se unë po besoj këto femra për gjinin e kundërt zbukuron, apo zbukuron për njëra tjetrën. Me shkuj dua naturalitet. Ato është për vete. Isha dosh me po një femër naturale. Ndërëm si e vend në studiu ki kujdes. Në cilën drejtem për na dërgon. Ama femra naturale është femra e lakmuar. Po e ndjekim një kronik të cilën e ka pregatit gazetarja Jon Ertanila. E kthejmi më pas, do kemi kohë mjaftueshme që të diskutojmë edhe më tepër. Në një kohë, kur imazhi ka marrë një rëndësi të jashtëzakonshme, kujdesi për pamjen e jashtme është kthyer në pjesë të përditshmërisë. Por kur dëshira për të dukur mirë kalon kufirin dhe kthehet në shqetësim të vazhdueshëm, atëherë flasim për një formë mbarësie nga pamja. Shumë të rinj e gjejnë veten duke kaluar orë të tëra para pasqyrës, duke u krahasuar me të tjerë dhe duke ndjerë pa kënaqësi me veten. Sipas specialistëve, kjo gjendje mund të ndikojë drejt për drejt në shëndetin mendor
duke ullur vetë vlerësimin dhe duke krijuar ankth apo pasiguri. Pyetja që shtrohet është, apo e kontrollojmë ne pamjen tonë, apo është ajo që po na kontrollon ne? Kjo është një temë që kërkon diskutim më të gjerë dhe vëmendje të shtuar, jo vetëm nga individët, por edhe nga shoqëria në tërësi. Nuk kemi të ndalur, hajde bre ditë qka u bobre se e kam një çështje tjetër të cilën po du me diskutu me audiencën, sepse është koha të flasim për një produkt revolucionar, çaj Ratmana, prodhem nga Zvicra, 100% natyral dhe klinikisht të testuar. Përshpejtojnë metabolizmin, pastrojnë toksinat nga trupi, largojnë urinë e tepërt edhe fryrjen e barkut. Pas një efekt ansor, përdoren nga të dyja gjenit, femra dhe meshkuj, të sigurta edhe për gra gjithënse. Me çaj Ratmana mund të humbisni 5 deri në 7 kg, shpejt edhe në një mënyrë të sigurt. Rezultatet janë të garantuara. Filloni sot dhe ndjeni ndryshimin. Unë si zakonisht gjithmonë